Përveç për zhvillimet në Kosovë, për të cilat çdo herë mundohemi që të qëndrojmë të informuar edhe ju mbajmë të informuar edhe përmes portalit ka.net, patjetër i kemi edhe lajmet të cilat na vijnë nga arena ndërkombëtare, e që kryetema e kësaj jave, ndoshta edhe qysh prej vikendit, ka qenë dosja Epstein dhe përfshirja e Kosovës në të. Po ashtu të gjithë njerëzit kanë qenë kurioz me ditë se çka është, çka flitet, çka ka aty, letra, emaile, foto, video, nëse ka të tilla apo jo, megjithatë gjitha këto do t'i sqarojmë tash në studio bashkë me kolegën Flutra Gashi Mehmeti. Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes Agnes, mirë si u gjej. Na ke mungu. Tash me si po presim me u informu tamam sakt, për shkak se i sqaron shumë mirë Flutër. Çka ka ndodhur dhe çka është kjo dosje? Në fakt, Agnes, është një dosje që ka trondit botën këto ditë, këto javë të fundit, sidomos botën perëndimore, sepse ka të bëjë janë të përfshirë persona nga SBA dhe Evropa, kështu që kanë ditë shumë reagime, kanë ditë shumë debate, kanë ditë shumë polemika e gjithë çështja Epstein, sepse këtu janë të përfshirë njerëz shumë të profilit të lartë, politikanë të ndryshëm, biznesmen, njerëz që kishin pozita të larta qoftë në SBA apo në Evropë, dhe gjithë kjo nuk po kalon pa u diskutuar me të madhen gjithandej në çarqe të ndryshme, qoftë në çarqe diplomatike, në çarqe në aspektin e mediave dhe gjithkund. Por ajo që është e rëndësishme është se shumë njerëz kanë filluar me kuptu, ose të paktën, po e shprehin se ndihen të penduar që kanë njoftur personin në fjalë, domethënë ish financierin Jeffrey Epstein, i cili nuk jeton më, sepse konsiderojnë se nuk e kishin njohur të tillë çfarë e treguan këto dosje të publikuara së fundmi nga departamenti. Ka diçka tjetër, a? Po, Jeffrey Epstein ishte një, nëse i hym pak historisë kush ka qenë ky person, në vitet 70 ishte një mësues i fizikës dhe matematikës. Ai vetë sipas të dhënave nuk e kishte përfundu fare universitetin, por kishte studiuar në këto drejtime dhe ka punuar si mësimdhënës në një shkollë ku dërgonin fëmijët e tyre, njerëz shumë të pasur të SBA-s në New York, dhe në atë kohë kur ky punonte si mësimdhënës, njëri nga prindërit shumë të pushtetshëm ishte impresionuar shumë nga aftësitë e tij dhe kishte njohur me një partner të tij në një bankë investime të Wall Street. Këtu ai ka fillu gjitha ata hapat e tij për të bërë një person shumë i rëndësishëm, një person shumë i pasur, dhe për 4 vjet Jeffrey Epstein kishte arritur që të bëjë partner në këtë bankë, dhe më pas një kohë ka hapur edhe kompaninë e tij me emrin Epstein & Co. Kështu që aty kanë filluar ata hapat e parë të ngritjes së tij në pushtet, të ngritjes së tij fillimisht ekonomike, por që më pas ka kriju lidhje shumë të forta me politikanë të ndryshëm dhe biznesmenë në SBA, jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë, sepse e pam nga informatat e fundit që pat shumë edhe zyrtar evropian të cilët dolën se ishin të përfshirë në çështjet, në shkeljet, në ato që ka kryer, krimet që ka kryer Epstein gjatë viteve, domethënë kryesisht 90-2000, nëse nuk gabojmë, dhe gjitha këto dosje më pas u publikuan me një vendim të Kongresit Amerikan për t'i bërë publike, domethënë të dyja dhomat e Kongresit në vitin 2025, si dhoma përfaqësuesve ashtu dhe Senati, miratuan vendimin për të lejuar Departamentin Amerikan të Shtetit që t'i publikojë këto dosje, dhe ndonse fillimisht kundërshtohej një veprim i tillë nga presidenti amerikan Donald Trump, pavarësisht se gjatë fushatës së zgjedhjeve gjithë ekipa e tij kishte prezantuar si një prej opsioneve të mëndshme që do t'i publikonin dosjet Epstein, hetimet për Epstein, dhe Trumpi fillimisht kundërshtonte atë kohë, domethënë pas marrjes së mandatit të dytë, por pasi filluan ato kritikat, ato dyshimet se mund të jetë i përfshirë thellësisht edhe presidenti Trump, meqense ishte një person i afërt me Epsteinin, atëherë Trumpi vendosi që t'i kërkonte republikanëve ta votonin lëshimin e dosjeve, dhe nga fundi vitit 2025 filloi publikimi i dosjeve të para. Të premten e kaluar, ajo që ka ngjallë më shumë reagim ishte vendimi për t'i publikuar të premten e kaluar më shumë se 3 milion faqe dosje, ku përfshihesh një numër i madh fotografish, videosh, emailësh, e ku nuk mbeti pa përfshi këtu edhe vendi ynë Kosova, sepse aludoi se aty ishte
ishte përmendur ish presidentja në fakt e Kosovës Atifete Jajaga dhe ish presidenti Bexhet Pacolli, por që të dy kanë dalë dhe kanë mohu se kanë pasur njohje me Epsteinin. Madje Jajaga thotë se në e-mailat ku aludohet se është përmendur ajo, në fakt thotë se nuk janë përmendur në fare, përmendë vetëm presidenti Kosovës dhe deklaron për më tepër se nuk e njeh fare Epsteinin. Njëjt edhe Bexhet Pacolli ka deklaruar se nuk kishte njohuri për Epsteinin derisa kanë dalë informata se çfarë ka vepruar Epsteini. Ajo që ka ndodhur me Epsteinin është shumë e çuditshme në fakt, Agnes, unë kam hulumtuar dje shumë për këtë pjesën se si kanë rrjedhur informatat për të, se si ka filluar gjithçka të dalë në pa për veprimet e tij, dhe gjithë kjo ka ndodhur në vitin 2005 kur prindërit e një vajze 14 vjeçare e kanë akuzuar se ai ka abuzuar me vajzën e tyre seksualisht. Kështu që fillimisht Epstein bazë tyre provave që dalën u burgos në vitin 2008, por që u mbajt në burg vetëm 13 muaj dhe u lëshua më pas. Dhe më pas një nga mediat në SBA arriti të hulumtonte dhe të gjente se prokurori atërshëm që ka bërë lëshimin e Epsteinit kishte arritur marrëveshje me ish financierin e fuqishëm që ai të lëshohej, dhe nga gjithë ky skandal më pas ky prokuror pati dhënë dorëheqje në vitin 2009 dhe në vitin 2019 më pas për një kohë Epsteini mbeti i lirë, por nga hulumtimet e mediave doli që kishte edhe persona të tjerë, të vajza të reja, të tjera të akuzat të tjera cilat janë ngrit. Dolën në pa fakte të tjera për abuzime të shumta të tjera që kishte kryer Epstein me vajza kryesisht të reja, sepse konsiderohej që ai pëlqente vajzat e reja dhe i shfrytëzonte ato në ato perandoritë e tij që kishte ngritur në SBA, në ato villat e tij që kishte blerë në vende të ndryshme, qoftë në Florida, në New Mexico, pastaj kishte edhe në Paris, për më tepër atje aludohet se ka kryer krime të ngjashme, dhe në vitin 2019 përveç se u ngritën akuza se ka kryer abuzime seksuale, u ngritë një akuzë tjetër më e rëndë se ai ka kryer edhe trafikim për qëllime seksuale. Domethënë ka trafikuar vajzat e reja të persona me shumë ndikim, qoftë nga fusha politikës apo biznesit, në mënyrë që ato të kryejnë shërbime seksuale për këta persona. Këtu përmenden në këtu dosje apo jo? Nuk janë të përfshira apo janë të përfshira të gjitha. Bëma të tij në një lloj formati, janë të përfshira të gjitha, dhe pas këtyre akuzave për trafikim seksual, përveç për abuzim seksual, Epstein në vitin 2019 arrestohet në New York posa mbërri nga Parisi në një udhtim që kishte qenë, domethënë në Paris, sepse thashë kishte pas edhe atje pronat e tij, dhe burgoset mandej në pritje të vendimit apo të procesit gjyqësor, sepse llogaritej që procesi gjyqësor të fillonte tek pas një viti pas ishte arrestuar. Epstein gjendet i vdekur në qelinë e tij në burg. Ka shumë polemika po ashtu për mënyrën se si ka vdekur Epstein, donse drejtësia amerikane thotë se ai është gjetur i vetvrarë në burg. Ka shumë informata se të çuditshme në fakt, Agnes, sepse Epstein ishte gjetur disa ditë para se të gjendej i vdekur me shenja në trup dhe konsiderohej se ai kishte provuar të bënte vetvrasje, por ndonë se ishte vëzhgu për një kohë në këtë drejtim. Prap, një ditë para se të gjendej i vdekur, Epstein kishte pasur një shok në qeli, kuptohet, dhe thuhet se shokun e tij ka largu nga qelia. Më pas, një ditë para se të gjendej i vdekur si i vetvrarë siç pretendohet, thuhet se gardianët nuk e kishin kontrolluar fare atë për 3 orë, dhe për më tepër edhe një pjesë e kamerave të burgut nuk kanë funksionuar. Gjatë atyre orëve. Gjatë atyre kohëve kur mendohet se ka ndodhur vetvrasja nga Epsteini. Që çon aludime se mund të mos ketë kryer vetvrasje, mund të jetë vrarë ndoshta. Të gjitha këto janë teori konspirative që mendohen, ose ka pas madje ka pas një procedurë. Madje ka pas trupi diçka e tillë, apo janë këto të vërteta që nuk gjendet as trupi diçka. Ka pas madje, Agnes, aludime që sa mbas asaj që hulumtova, lexova, që ai mund të jetë larguar
larguar nga burgo dhe mund t'jetë vendosur dikush në vendin e tij. Domethënë, gjithë çështja e vdekjes së tij ka mbetur edhe më tej enigmë për shumë njerëz, sepse mund të besohet nga shumë persona se nuk ka kryer vetvrasje, por ose është vrarë ose mund të jetë larguar fare nga burgu për shkak të ndoshta pushtetit të tij që kishte. Dhe të gjitha këto domethënë në fakt ai nuk u përball Agnes asnjëherë me gjyqin, me gjykatën për akuzat për trafikim seksual, por ajo që ndodhi më pas, një vit pas vdekjes së tij, ishte se ish e dashura e tij Ghislaine Maxwell, e cila ka qenë në një prej ndihmësve kryesore të tij, ndonë se ata kishin kohë që kishin ndërprerë lidhjen e tyre. Ajo është një vit pas vdekjes së Epsteinit është arrestu, ka dalë para gjyqit, është gjykuar për pretendimet se veprat se ajo ka ndihmu Epsteinin që të bëjë trafikimin e vajzave për qëllime seksuale dhe është dënuar në moshën 60 vjeçare me 20 vjet burgim në vitin 2021, domethënë ka ndodhur proces gjyqësor ndaj saj dhe mendohet se ajo do ta kalojë pjesën tjetër të jetës së saj në burg. Ajo shprehur gjatë gjykimit e penduar për njohjen me Epstein, po ashtu është shprehur e penduar për veprimet e saj dhe ka deklaruar se u kërkon falje të gjitha viktimave dhe ka thënë po ashtu gjatë gjykimit se pret që ndoshta ky dënim i ashpër ndaj saj do të lehtësoj pak a shumë dhimbjen e viktimave të abuzimeve që ka kryer Epsteini. Është interesante se e thashë në fillim, krejt këto dosje, këto informata kanë shkaktuar shumë reagime, dorëheqje edhe në Evropë. Ka qenë për shembull një ish politikan britanik që deri në vitin 2025 ishte ambasadori i Britanisë në SBA, Peter Mandelson, ai i cili ka dalë se kishte lidhje me Epsteinin dhe që është përfshirë në të bëmat e Epsteinit. Ai është tërheq nga ky post në vitin 2025 nga shteti britanik dhe për më tepër këtë vit ai dha dorëheqjen nga Partia Laboriste të cilës i përket. Në anën tjetër është ish princi Andrew, vllau i mbretit Charles të Britanisë, ai i cili po ashtu ka dalë se kishte lidhje me Epsteinin dhe veprat që ai ka kryer, veprimet që ai ka bërë me vajza të reja, madje kanë qarkulluar edhe pamje të princit Andrew ku duket afër femrave të reja, vajzave të reja, dhe po ashtu këtij personi është marrë titulli si princ nga kurora britanike. Tash apo më herët? Jo, tash kjo ka ndodhur, sidomos pas publikimit të dosjeve të premten, ka ndodhur të gjitha këto veprime. Në anën tjetër ai po ashtu është larguar edhe nga kështilla mbretërore, dje ose par dje nëse s'gaboj. Në anën tjetër ka ndodhur dorëheqja e këshilltarit të kryeministrit të Slovakisë Robert Fico, ish emisari i bisedimeve Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, për shkak se dha ishte përfshirë janë publikuar emailët ku shiheshin diskutimet e tij me Epstein. Sa di e ka pranuar që ka shkëmby kështu. Po, e ka pranuar, edhe ai e ka pranuar në fakt, por edhe ai ka treguar që ndihet i penduar për këto sjellje, sepse të gjithë po konsiderojnë që nuk e kanë njohur Epsteinin, nuk e kanë kuptuar se ka vepruar në këto përmasa si person, por që kanë dalë ato diskutimet e Lajçakut me Epsteinin, ku shihen duke folur për shkëmbim të vajzave të reja, për njohje me vajza të reja, domethënë ishte një çështje shumë e rëndë për Lajçakun dhe ai u detyrua të jap dorëheqje, ndonë se kryeministri slovak e ka mbështetur se nuk e konsideron këtë një çështje shumë problematike, por që ai ka dhënë dorëheqje morale. Do të janë përfshirë edhe vende të tjera, jo veç Amerika, po përfshirë edhe Kosovën, por edhe disa vende të tjera që janë përmend zyrtar, jo është përmend konsullata, persona të tillë. Po, sigurisht. Është përmend këtu edhe mos ta lëm pa përmend presidentin Donald Trump, i cili është ka ndodhur dhe ka pas një deklarata. Po, ai kishte pas një njohje të gjatë me Epsteinin, por që mohan kategorikisht se ka të bëjë me veprimet e Epsteinit, thot vetëm se e ka njohur për një kohë, por ato që qarkullojnë ato pamjet në media ku Donald Trump shihet bashkë me bashkëshorten e tij Melania Trump, duke pozuar bashkë me Epstein dhe ishte dashurin e tij që përmenda, e cila është dënuar në vitin 2021, lënë të kuptohet se
Trumpi ka pasur ndoshta të bëj me Epsteinin, por që tashmë ka dyshime se Departamenti i Drejtësisë shumë dosje po i redakton në atë mos sa ndoshta po mbulon çështje për pa justifikuar sa dohet. Edhe mos me gjykuat shumë sistemin e drejtësisë ndoshta në Amerikë, sepse tash në një formë i bjen që sistemi ka dështu me i mbrojt këto viktima dhe me kontrolu se qka pëndodh. Po sigurisht, Agnes. Tërë këtyre vjetëve. Po sigurisht, ka ndale dhe viktima vetë që kanë folë. Unë ma dje i pash disa video ku shieshim shumë gratë të cilat në atë kohë ishin e moshë shumë të rejë, domethënë në vitet 2000, dhe të cilat pretendojnë si janë abuzu seksualisht nga Jeffrey Epstein. Ma dje njëra për tyre thëtë se ajo mendonte se po kryon të lidhje me të raportet afërta me të, sepse mendonte për një jetë më të mirë, ndoshta të arrinte diçka në karrierën e saj, por që krejt kjo është ndru në diçka tjetër dhe kjo vajzë kërkon madje që edhe gratë e tjera, vajzat e tjera të dalin dhe të flasin publikisht se çfarë ka ndodhur dhe një farë forme kjo thotë që unë të të bëhem zëri i juaj. Në anën tjetër, duhet të përmend që këtu janë përfshi edhe familja Clinton, ish presidenti Bill Clinton dhe bashkëshortja e tij ish sekretarja Hillary Clinton. Ata fillimisht refuzuan të dëshmonin para Kongresit sepse ishin thirrur për të dëshmuar. Dhe në fund, para pak ditësh, vendosën që të tërhiqen nga refuzimi, vendosën që të dalin dhe të dëshmojnë dhe tashmë pritet se kur do të vendoset se çfarë do të thonë ata për rastin Epstein, ndonë se ish presidenti Bill Clinton ishte po ashtu një njeri i afërt me Epsteinin, por që Agnes të gjithë i mohojnë të bëmat, të gjithë thonë që e kanë njohur, kanë pasur ndoshta raporte mitësore me të, por asgjë më tepër, por tash kjo mbetet të shihet se çfarë do të ketë konkretisht. Duhet të përmend një gjë shumë interesante, sepse në vitin 2011 Jeffrey Epstein kishte dhënë një intervistë për gazetën atkohë New York Post dhe kishte deklaruar kur është pyetur sepse tashmë kishte akuza për të si abuzues seksual, madje ishte shpallur nga gjykata si shkelës seksual para se të akuzohej për trafikim seksual dhe ishte pyetur nëse ishte një grabitçar seksual. Ai kishte deklaruar se nuk është grabitçar seksual, është vetëm një shkelës dhe madje deklaron se është diferenca mes një vrasësi, duke bërë atë krahasimin mes grabitçarit dhe shkesit, thotë është diferenca mes një vrasësi dhe një personi që vjen një simite. Domethënë konsideron veten një person që ka vjedhur një simite diçka shumë e thjeshtë, një shkelje e vogël për ta, por që domethënë kjo ishte një intervistë që ka dalë në vitin 2011, në vitin 2019 ai u akuzua për trafikim seksual, por që kur nuk u gjykua sepse vdeq në burg. Po besoj që dosje të tjera dhe lajme të tjera, informata do të ndohen edhe në botë, po patjetër edhe në portalin Koa.net, ku ju e keni rubrikën aty tek bota dhe mundeni me hy me lexu. Plutër faleminderit shumë për këtë elaborem këto, patjetër edhe faleminderit shumë se shpresoj të kem qenë e qartë sepse ka pas aq shumë informata sa që ndoshta dikun edhe i kom ngatru pak, por që mirë kishte shumë informata nuk kemi disa ditë që kemi diskutu me zvetit çka pëndodhë është të vërtet, s'është të vërtet, e lexova diku se asnjëherë më duket s'kemi pas kohë me i hy thellë, plus të marr parasysh sa shumë dosje kanë qenë aty, lërëmo me lexu edhe diku tjetër. Faleminderit, kënaqësi. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit gjithashtu. Ndërsa